Fort lumturi, etër të dashur vëllezër dhe motra. Buka që ham çdo ditë nuk del gati. Së pari, bujku mbjell farën. Pastaj vjen korësi, më pas mullixhiu që e bluan dhe në fund furtari që e përgatit dhe e pjek. E njëjta dhe me verën, rushi vetë nuk bëhet kur verë, kërkon vjelsin, shtridhësen dhe kohën e pjekjes brënda fuqis. Njeriu merr lëndën nga krijimi i Perëndis dhe përpunon me mund, me art, me dashuri. Dhe ku mbaron mundi i tij, sjell bukën dhe verën në kish, ja dorëzon priftit, i cili i sjell në proskomidhi dhe më pas në trijezën e shenjtë si falenderim. Kjo është oferta pa gjak e të krishterëve ortodoks. Japim atë që punuam, Perëndia e pranon dhe pastaj vepron mbi të. Ja një nga arsiet përse Perëndia pranon bukën dhe jo grurin, verën dhe jo rushin. Miell, ujë dhe brum, secili me formën e tij, me shijen e tij, me natyrën e tij, dhe pastaj fillon brumosja, aq sa nuk mund t'i dallojmë më kush njërën nga tjetra. Diçka që u ndryshua me përpjekjen e njeriut. Zoti do që ashtu siç duam edhe ne të na gatuaj bashkë me të, të bëhemi një me Krishtin, siç bëhet mielli një me ujin. Nuk asimilohemi, nuk humbasim, bashkohemi me të në mënyrë që zhduket nga personaliteti ynë çdo hije e errësirës dhe çdo ndikim satanik. Historia e marrëdhënies së Perëndis me njeriun është një histori me ndryshime të mrekullueshme. Perëndia prek lëndën dhe e ndryshon, dhe sa herë që e prek, ngjitet një shkallë më lart. Fillimisht Zoti përulet mbi dhe formon njeriun nga balta. Trupi ynë është dhe që u bë mish, lëndë pa shpirt që mori jetë nga frima e krijuesit. Në dasmën në Kana të Galiles, Krishti na zbulon fuqinë e tij inore për të ndryshuar elementet e lëndës për të mirën e njeriut, për gëzimin e tij. Enët prej balte ishin të mbushura me ujë dhe Zoti e ndryshoi ujin në verë në një trijezë dasme. Dasma simbolizon bashkimin. Por në Ungjillin e Joanit, në kapitullin e 6, Krishti flet në mënyrë më të qartë, pa simbole dhe nuk lejon asnjë keq interpretim. Thot: mishi im është ushqimi i vërtet, gjaku im pije e vërtet. Unë jam buka e gjallë që zbret nga qielli. Në ngrënt njeri prej kësaj buke do të rojë për gjithë jetën. Edhe buka që do të jap unë është mishi im, të cilin unë ta jap për jetën e botës. Me të vërtet po ju them juve, në mos ngrënshi mishin e birit të njeriut dhe në mos pifshi gjakun e tij, s'keni jetë në veten tuaj. Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim ka jetë të përjetshme dhe unë do ta ngjall në ditën e fundit. Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim mbetet tek unë dhe unë tek ai. Shën Joani Krostandit thot:
ndryshimi i bukës dhe i verës në trupin dhe gjakun e Krishtit bëhet me njëherë sa po prifti shqipton fjalët dhe bëje këtë bukë trup të çmuar të Krishtit tënd, amin. E atë që është në këtë potir, gjak të çmuar të Krishtit tënd, amin, duke i ndryshuar me shpirtin tënd të shenjtë. Shën Johan Gojarti thot: mos mendo se është bukë dhe verë kungimi i shenjtë. Nuk nxiren jashtë si ushqimet e tjera, ashtu si një qiri, kur digjet në fund nuk lë asgjë mbetje, po ashtu asimilohet dhe kungimi i shenjtë në shpirtin e njeriut, pa u nxjerr asgjë nga trupi i tij. Shën Nikola Kavasila gjithashtu shkruan: deri në çastin kur kungohet njeriu është balt. Pas kungimit të shenjtë, pushon së qenuri balt, merr formë mbretërore dhe bëhet trup i mbretit Krisht. Me kungimin e shenjtë nuk marrim vetëm disa dhurata të shpirtit të shenjtë, por pranojmë vetë Zotin e ngjallur, bamirësin ton të madh. Në ditët tona kemi humbur ndjesinë e së shenjtës. I afrohemi potirit të shenjtë si kur të ishte diçka e zakonshme. Nuk duam as marrim mundimin të mendojmë mbi misterin e të thellojmë. Kjo pandjeshmëri vjen nga fakti që nuk kemi besuar se buka dhe vera janë ndryshuar në trup dhe gjak të Krishtit. Çdo gjë që prekte Krishti kur ishte në tokë, shëroi dhe shndronte sipas besimit të atij që kërkonte. Madje edhe rrobat e tij bënin mrekulli sipas besimit të atyre që i afroheshin dhe i preknin. Le të mendojmë sa fuqi na jepet neve, që jo thjesht e prekim, por bashkohemi me të. Gjaku in bashkohet me gjakun e tij, trupi in me trupin e tij. Ky mister është misteri mistereve. Duhet të kemi besim të fortë kur afrohemi dhe të përsërisim fjalët vazhdimisht, siç thon uratat që ka caktuar kisha. Besoj o Zot dhe pohoj se ti je me të vërtet Krishti, i biri Perëndisë së gjallë, që erdhe në botë të shpëtosh mëkatarët, nga të cilët i pari jam unë. Gjithashtu besoj se ky është vetë trupi i pacënuar dhe ky është vetë gjaku i çmuar. Eukaristia hinore është misteri qendror i kishës. Të gjitha misteret e tjera i shërbejnë asaj. Për të ekzistojnë, për atë na përgatisin, për atë na pastrojnë. Pagëzimi dhe mirosja hapin rrugën, rrëfimi pastron rrugën, martesa mbron shenjtërinë e trupit dhe të shpirtit, priftëria kryen misterin. Të gjitha ekzistojnë që bashkimi in me Krishtin në Eukaristin hinore të jetë i plot dhe i pastërt. Por kujdes, para se Zoti të dorëzonte misterin e Eukaristisë hinore në darkën mistike, lan këmbët e dishepujve të tij dhe e bën vetë, nuk u thot shkoni e lani këmbët tuaja. Sepse vetëm ai mund të pastrojë shpirtin dhe trupin ton përmes rrëfimit që të afrohemi te potiri i shenjtë. Potiri të shenjtë i paraprin kolin vithra dhe larsja e këmbëve. Kur Pietri reagon nga turpi dhe nuk e lë Krishtin t'i laj këmbët, dëgjohet fjala e frikshme e Krishtit: nëse nuk të laj, nuk e pjesë me mua. Nëse nuk pastrohesh, nuk mund të ecësh përpara, nuk mund të bashkohesh me Krishtin. Apostull Pavli, duke dashur të theksoj edhe ai domosdoshmërinë e përgatitjes së saktë para misterit, na thot në leximin apostolik të sotëm: prandaj, ai që të haj këtë bukë
ose të pi kupën e Zotit pa dënjësisht, do të jetë fajtori trupit dhe i gjakut të Krishtit. Se ai që ha e pi pa dënjësisht, ha e pi dënimin për veten e tij, sepse nuk dallon trupin e Zotit. Prandaj ka në mes jush shumë të dobët dhe të sëmur dhe vdesin mjaft veta nga ju. Nuk ju dekurajojmë të kungoheni, përkundrazi ju inkurajojmë sa më shpesh, por asnjëherë të papërgatitur, sepse kjo sjell efektin e kundërt. I përgatituri është si hekuri, hi në zjarr dhe ngrohet, e skuqet, e bëhet dhe ai zjarr. I parëfieri dhe i papërgatituri është si druri, hi në të njëjtën zjarr dhe digjet. Nëse je dru, mos u afro. Mund të mos e ndjesh ndryshimin, por në sferën shpirtërore ndodhin gjëra të tmerrshme. Edhe kur mëkatojmë shumë herë, nuk e kuptojmë seriozitetin e rëshqitjes. Siç ndodh kur rëshqet nga një lartësi, nuk e kupton në atë çast, po kur arrin poshtë, kupton ku ishe dhe sa ulë ke rënë. Prandaj, nëse ndërgjegjja jonë është e rënduar, duhet së pari të rrëfehemi. Në Ungjil thot se Satanai hiri tek Juda në çastin kur mori bukën nga Krishti. Jo se Perëndia ja dha këtë Satanain, por për shkak të padënjësisë dhe pandjeshmërisë së tij, në vend që të pendoi, u bë më i keq, aq sa u ngjau vetë Satanait dhe hiri në sferën e ndikimit të tij. Së pari tradhtoi Krishtin dhe me një puthje dhe pastaj vrau veten. Me këtë rast, na lejoni shkurtimisht të themi edhe disa gjëra praktike të cilat është mirë t'i mbajmë mend gjithmonë. Siç tham, ata që nuk janë të pagzuar, nuk lejohet të afrohen në kungimin e shenjtë. Nëse dikush e ka bërë pa ditur, duhet të flasë urgjentisht me priftin. Gjithashtu, kisha cakton që mbrëmjen e mëparshme ose në mëngjes, para se të vim në kish, duhet të kemi lexuar lutjet e kungimit të shenjtë. Si dhe pas kungimit të shenjtë, duhet të lexojmë lutjet e falënderimit. Ata që në mëngjes para liturgjisë sinore kanë ngrënë ose kanë pirë diçka, nuk mund të kungohen, përveç rasteve kur kanë bekimin nga ati shpirtëror, sepse duhet të jemi esëll. Në kish, veshja jonë dhe qëndrimi të jenë të hishme. Kur afrohemi te potiri i shenjtë, vetëm lutemi, nuk flasim, nuk gjikojmë të tjerët, gjithë vëmendja duhet të jetë brenda nesh në padënjësinë tonë. Kur vim para priftin, e hapim mirë gojën, nuk flasim as para, as pas kungimit, nuk themi as faleminderit, as të lutem as gjë. Gjithçka në qetësi dhe heshtje që të mos ndodh ndonjë aksident dhe të dal nga goja buka e shenjtë. Vëllezër dhe motra, Agapios Landos shkruan: nëse vë një pik uji në një fuqi verë, edhe uji të bëhet verë, sepse nuk ishte pothuajse asgjë dhe poshtë nga sasia e verës. Ose nëse përsëri derdh pak verë në det, bëhet dhe ajo det, sepse mposhtet nga deti i pamatur. Kështu edhe ti, o njeri, kur bashkohesh përmes kungimit të shenjtë me detin e pafund të inis, nuk e kthen ti Perëndin në natyrën tënde, sepse nuk je asgjë para një madhështie të tillë, por bëhesh ti Perëndi nëpërmjet pjesëmarrjes dhe shenjtërohesh me hirin hinor. Amin.